Kërcënimi i Shteteve të Bashkuara për të udhëhequr një veprim ushtarak kundër Sirisë ka sjellë reagimin e mirë protestuesve anti-luftë. Në Washington, një numër i madh protestuesish mbushën rrugët në afërsitë të Shtëpisë së Bardhë, duke mbajtur pankarta ku shkruhej: "Lufta sjell vetëm vdekje dhe jo paqe." Në anën tjetër të Oqeanit Atlantik, në Londër, protestuesit ishin po aq të irrituar. Turma të mëdha njerëzish zbërhorisnin duart jashtë Sirisë, pasi ta marshonin nëpër rrugët e Londrës. Në Paris, demonstruesit valvitën flamuj sirian si dhe pankarta me foto fyese për presidentin Barack Obama, por edhe për mbështetësin e tij, presidentin francez François Hollande. Një nga protestuesit francez u shpreh për sulmin ndaj Sirisë. Askush nuk mund të jetë kaq budalla, kam punuar për vite në Irak. Ata thanë se kam pasur armë bërthamore në Irak. Më pas ata kërkuan falje, por ende njerëz po vdesin aty. Ata duan të bëjnë të njëjtën gjë në Siri. Në Ataj të Turqisë, një turm e vogël protestuan kundër qeverisë së tyre, duke e përshkruar si luftë nxitse. Çfarë lloji revolucioni është ky? Ky nuk është një revolucion i vërtet. Këto janë islamistët dhe fundamentalistë, të cilët dëshirojnë që të marrin pushtetin.